Të gjatë jeta, këtë video e kam bu specifikisht për juve gjatë rrugtimit tim për një eksperiencë shumë interesante dhe shumë të mirë në Daytona International Speedway. Këtu është edhe dyqani që i kam blerë disa gjëra shumë interesante dhe kjo është rrugtimi jon ku kemi fillu rreth me shku edhe me vizitu krejt pjesën edhe pistës ku bëhen garat. Ka qenë shumë interesante, sidomos pjesën e epërme ku nuk e kisha besu që shkojnë aq mënyrë të pjarta si makinat që të bojnë gara tek formula, edhe ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Këtu i kemi pa disa makina të cilat kanë qenë të sponsoruara nga firma të ndryshme si Dollar Tree, McDonald's, e kështu me radhë, dhe kanë qenë makina të bukura. Një fakt shumë interesant që ka qenë është që fituesit kur fitojnë në këtë garë nuk e marrin makinën. Gjithashtu nëse ke blet makinë Toyota, atëherë mundësh me shku edhe me marrë një bilet falas për me shiku një garë. Këto ka qenë një cicerone e cilën na ka tregu rrugtimin edhe historinë se si ka fillu garat edhe gjithçka. Fillimisht ka qenë një gjë shumë interesante që kanë fillu në plazh me u bo edhe më pas kanë fillu me u realizu në nivel pak ma profesional, që është edhe tash Daytona International Speedway. Këtu kemi qenë në muzeum ku kemi pa makina shumë të vjetra të cilat kanë qenë të datuara nga vite të kahershme edhe kanë fitu çmime shumë të mira, dhe gjithashtu edhe një muze pak më i vogël për motora dhe për garat të cilat janë zhvilluar me motor. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë edhe shumë interesante dhe kemi pa shumë gjëra të mira dhe kemi mësu shumë gjëra të reja. E kjo tabelë që po e shihni tash është tabela ose muri i fituesve, ku që nga viti 1959 nga fituesi i parë e deri tash janë të vendosur fituesit e këtyre garave. E një gjë shumë interesante, nuk dia po e shihni që është një vend i lirë krejt në fund. Edhe na e kemi kuptu gjatë këtij rrugtimi se kush e ka fitu, dhe shikojeni në fotografi. Kështu, si fituesja më e re e garave, ju përshëndes dhe ju përqafoj fort. Mua.